Mimbroma, mirë se erdhët emisionin I pavarur. Ndodhemi në ambientet e kryeministrisë, në zyrën e dizenjuar me dorën e tij nga kryeministri Edi Rama. Unë ndodhem këtu në anën tjetër, ndodhet Angji, ja ku është. Dhe do të diskutojmë, do të komentojmë ngjarjet kryesisht e javës së kaluar dhe atyre që ndoshta do të vinë, ndoshta edhe nuk do të vinë. Angji, këtu direkt sepse jemi në ditën e pushimit sot, nuk e di pse u bë ditë pushimi, domethënë ishte e shtunë u fut festa e abetares, dita e alfabetit. Dita e alfabetit. Okej. U bë pushim të shtunën, pushim të hënën. Mirë. Takzoni. Çështja është nëse neve kemi një ditë të alfabetit, natyrisht duhet kishim aktivitete, duhet kishim ngjarje, duhet kishim zhvillime, përveç pjesës fjalimeve. Gjithsesi, nuk ka munguar Rama, I cili fton qytetarët zbulojnë udhën e shkronjave. Ju e keni parë filmin Udha e shkronjave, Daskal Todhri me Kal me Tunxhin, me ato shkronjat prej plumbi, që ecste. Dhe Edi Rama në këtë ditën e alfabetit, me fantazitë e tij, si njeri I gjithë ditur që është, ka thënë, shqiptar, zbuloni udhën e shkronjave. Dhe besoj që shqiptarët e kanë ndjekur zotin kryeministër, ashtu siç ka kohë që ne e ndjekim në aventurat e tij, në udhëtimin e tij fantazmagorik drejt Bashkimit Evropian. Unë kam edhe një lajm tjetër që dëgjova në podcastin që kryeministri I Shqipërisë bëri me 2 zonja të nderuara, kishte ftuar ato zonjat, foli dhe na dha një lajm të jashtëzakonshëm. Angji, urdhëro. Ape ta shohin shqiptarët, lutem, se është lajm, është skup. Rama ka nisur të shkruajë një libër, nuk mund të pranoj varfërimin e Shqipës. E ky njeri nuk pranon dot varfërimin e shqiptarëve si fillim. Të gjithë jemi pasuruar gjatë mandatit të zotit Rama, kështu që pasuri këtej, pasuri ande ka menduar, a nuk pasuroj dhe Shqipen? Po si ta pasuroj? Shkrimtar s'ka më, ka dalë ndjer vdiq, a golli ka kohë që ka vdekur. Ka marrë përsipër të shkruaj një libër vetë. Ju kujtohet libri Kurbani, I shkruar me dorën e tij nga zoti kryeministri Rama. Pati gojë të liga që thanë, jo, e shkruajtën të tjerët, siç edhe në verit I shkruanin vepra të tjerët, dhe ky thjesht I vuri firmën. Po janë llafe pazari. Zoti Rama është duke shkruar një libër, Kurbanin e ka bërë, nuk e tha titullit, por me qëllimin fisnik të mos lënies së Shqipës në varfëri. Pra, ky njeri që na ka pasuruar në gjithçka, do të na pasuroj edhe gjuhën. I tha ajo zonja që e pyeste, ke ca fjalë që thua për shkakun në ndërkohë, nuk është shqip. Po, pastaj ajo zonja ishte e mrekulluar mbas Edi Ramës, që unë humba fillin, se kush rinte dëgjonte 1 orë. E rim tek zoti Rama dhe qeverisja e tij, kjo Shqipëria të bërit lule. Angji, e di ti që zoti Rama kishte replikuar, e di se ti Angji ka ndorë gjitha këto. I përgjigjet ish drejtorit të Google, diella nuk është qeverisje me algoritëm. Në fakt, më vjen mirë që një tjetër përveç meje, po ky që nga jashtë shtetit, po s'ka qenë drejtori Google thotë, diella është qeverisje me algoritëm. Pra, unë këtu në këtë foltore, le ta quajmë foltore, apo jo, se është vend ku flitet. Ju kam thënë, diella në paraqit në parlament, hyrin parlament, një gjë që nuk ekziston, është virtuale, dhe u foli deputetëve dhe u shpjegoi dhe kushtetutën, tha nuk ka të bëjë me kromozome. Dhe unë ju kam thënë, ka ardhur një epokë shumë e errët ku ne do të qeverisemi nga algoritmi. Pra, nga pajisja elektronike, natyrisht ka 2 rrugë. O I programon njerëzit, pra do thotë që ti nuk po qeverisesh nga pajisje faktikisht, po nga njerëz, të cilët shfrytëzojnë një mask për të vënë poshtë, ose realisht nga shifra, dhe ti nuk jem gjë tjetër veç se një shifër në një server të madh. Përderisa zoti Rama e ka thënë, ish drejtorit Google-it, që jo, nuk është qeverisje me algoritëm, unë besoj 100% zoti Rama dhe them, nuk po qeverisemi me algoritëm. Gjithsesi, ne kemi votuar njerëz, nëse mund të quhen njerëz ata që kemi votuar, po gjithsesi. Edi Rama e ka vënë, Sali Berisha e ka vënë, janë deputet, janë prej mishi dhe gjaku, po janë shumë herë më mirë se sa algoritmi. Shumë herë më mirë se sa një gjë virtuale dhe ne I zgjidh problemet ose nuk ne I zgjidh një gjë prej mishi dhe gjaku dhe jo një gjë elektronike.
di në një vend tjetër tek pjesa digjitale se kjo algoritmi dhe qeverisja me algoritëm na çon te kjo tjetra. Nga lehtësimi tregtisë tek identiteti digjital, Rama, vendet e rajonit me angazhime të reja ndaj planit të rritjes. Ka një debat i cili ka nisur, por ka nisur but, pa shpërthyer ende mirë për këtë çështjen e identitetit digjital. Ky identiteti digjital faktikisht është zbatuar në Vietnam plotësisht. Dhe Vietnam është hequr paraja, nuk kanë monedhë në dorë ata, kanë vetëm diellën, e cila i ka parat e tyre, e cila ka tapit e shtëpive të tyre dhe gjithçka tjetër i ka diella e Vietnamit. Nuk e di si quhet, Chan Ching për shembull. Dhe vietnamezët kur shkojnë në pazar kanë vetëm një celular. Ama po i ran serveri kanë një kak të madhe, nuk kanë më asnjë gjë. Ne këtu në Shqipëri jemi avangard. Kryeministri i Shqipërisë ka thënë që ne jemi para Europës. Pse duhet jemi ne para, ndërkohë që jemi bishti i bishtit? Kjo është për të diskutuar, por Zoti Rama ka thënë, ka përmendur identiteti digjital. Është një gjë për të cilët njerëzit ende nuk janë ndërgjegjësuar. Disa kanë filluar të flasin, disa kanë filluar të thonë shqiptarëve është një gjë e rrezikshme, sepse do të ketë me një buton në dorë të gjithëve. Do jeni të gjithë sklever të një butoni, jeta juaj do të jetë kontrolluar në çdo hap, në çdo moment, çfarë blini me kërini, ku po shkoni, çfarë po shpenzoni, ose në dash qeveria ju po silleni keq as ujë për të pirë s'ka, po mund ndodhi dhe një defekt. Praf bie serveri, as ujë s'keni për të blerë. Gjithsesi ju vazhdoni flitë qetë siç keni fjetur gjithmonë. Unë kam këtë shqetësim, kam dhe shqetësimin e diellës që po na qeveris. Pra, ne jemi sklever të sistemeve numerike, eksperiment që po ndodh. Po. Nuk ju pëlqen puna juaj. Ju e dini këtë gjë. Vazhdojmë se mos bëhemi të bezdisur, Anxhi këtë hall kam unë. GKKO, lënë fuqi masat e sigurisë në Ballukut dhe të pandeurëve të tjerë. Kemi dalë këtu tek flaka e javës që shkoi. GKKO mori të pandeur zëvendës kryeministren, edhe njerëz të tjerë, po themi zëvendës kryeministren. Ky në çdo vend botës do kishte bërë jo lajm, po do të kishin dalë njerëzit në rrugë dhe natyrisht do kishte dhënë dorëheqjen qeveria. Nëse do të ishte marrë pandeur. Ndërkohë ka ndodhur një gjë shumë herë më e rëndë. Pra, gjykata është një gjykatë speciale kundër krimeve të njerëzimit, kundër krimeve të rënda dhe korrupsionit. Kjo gjykatë ka vendosur që zëvendës kryeministria të mos qëndrojnë detyrën e saj. Pse? Për shumë arsye, për një nga ato është se mund të prishë provat. Do të kishte ikur kryeministri. Natyrisht, kjo zonja do të kishte lënë detyrën në sekond. Jo, nuk e ka lënë detyrën. Pse se ka lënë detyrën? Ha pra, ka njerëz që thonë që kjo zonja ka thënë, sigur unë tiki, do të marrë me vete edhe Zoti Rama. Ka thënë kjo. Ç'nuk flitet. Mi po, përderisa është një gjykatë speciale, ta zëm, Hashim Thaçin, nuk është se e pyetën shumë. Një gjykatë speciale vendosi dhe çoi në hak. Një gjykatë speciale i thotë zëvendës kryeministrit nuk do të jesh më në punë. Kryeministri thotë, jo, prit thotë kryeministri. Më nxjerr një lajm tjetër të them. Pezullimi Ballukut, Rama do ta çojnë në kushtetuese. Pra, nuk është hera e parë që kryeministri çon kushtetuese. Kujtohet rasti i Orta Xhaçkës për të hequr mandatin. Vendosi gjykata kushtetuese, pastaj thanë, prit një sekondë do pyesim Venecian. Pyetën Venecian, hodhën poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese, parlamentit. Tash në rastin e Ballukut, Rama thotë do ta çojmë në gjykatë kushtetuese. Vendimi duhet të ishte zbatuar, them unë. Po, ta çojmë gjykatë kushtetuese. Ky është eti në cilin jetojmë. U bën 2 zëvendës kryeministra, për cilët Rama thotë unë s'kam përgjegjësi. U bën gjithë ata ministra që janë të hetuar nga SPAK, të arrestuar, të pezulluar, lalesh në paraburgim. Kryeministri nuk mban përgjegjësi. Kjo zonja këtu ka qenë dhe kryetare e fushatës për Tiranën. Ishte në Fier që bëri një Waterloo atje në Fier. Pastaj solli këtu në Tiranë për këto zgjedhje që do bëshin pjesë, edhe pse s'u bën. E pra, kjo është një person i kuotuar politikisht. Rama thotë do ta çojmë kushtetuese. Gjykata thotë duhet lërë detyrën. Po, në ç'vend jetoni e dini ju. Unë do të bëj një pauzë shkurtër për vazhduar pastaj me pjesën e dytë me problemet e javës.
Eja kështu, ndodhemi në ambientet e kryeministrisë, në zyrën e dizenjuar nga vetë zoti Edi Rama, me këto pikturkat e vogla, pam, që formon një të tërë. Është pak a shumë edhe Shqipëria, kështu e ka bërë dhe Shqipërinë. Pam, Shqipëria është një dekor, ku e ka lënë gjurmën e vetë, gjurmat e veta, shumës, ja, pam, në për Shqipëri. Do vazhdo me aktualitetin, ju kujtohet një zonjë me emrin shumë të njohur shqiptar, Kos, po së shqiptare. Kos është kjo zonja këtu, për cilën një analist i arkivave të Jugosllavisë thot ka qenë agente e UDB-s. UDB ka qenë si sigurimi i shtetit për brezat e rinj. Siç ka qenë sigurimi i shtetit këtu, kjo ka qenë për sigurimin e shtetit famkeq jugosllav. Nëse Kos, sistemi pavarur gjyqësor, një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë. Thot zonja Kos. Tani, moj e dashur zonja Kos, drejt mund ta keshti që ky sistem, po kryeministri i cilën ti mbështet nuk është dakord me këtë sistem drejtësie. Edhe pse thot ne prodhuam që qëllon 360 gradë, tanëve, kundërshtarëve të gjithë. Zotën kryeministra, vetëm kryeministri, sepse kryeministri është në boshtë të kësaj 360 gradë. Nëse, ama i vetmi nga sistemi i drejtësisë që funksionon është për fatën e mirë ose të keq, SPAK dhe GKK. Ndërkohë që gjithë sistemi, këtë zonjë e kanë informuar krejtësisht gabim, është në kolaps të plot. Nëpër gjykata ka dosje të 8, 9, 10 viteve të kaluara, të cilët vazhdojnë, janë bërë pirgje dhe vazhdojnë shtohen. Sepse reforma në drejtësi faktikisht ka dështuar, personel nuk ka, dosjet janë bërë pirg dhe drejtësi nuk ka. Kështu që nëse i ka thënë zoti Rama që sistemi i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë, ja ka futur sa krau, thot populli. Nëse ja kanë thënë institucionet e tjera të veta, është problem edhe për ne. Se nëse merr raportet nga BE-ja, pastaj ose BE-ja merr raportet pavarura, e kupton që ky lajm është kot. Ama nëse BE-ja e di kështu, e hangër, ju që keni çështje me drejtësi. Tjetra, Rama për një Europë që funksionon më mirë se sot, vendet e reja duhet lënë pas egot kombëtare. I dashur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, mirë e ke këtë çështjen e egos, megjithëse dëgjova në një emision, një podcast që thoshte unë kam qenë kokë fort, jam zbukur çik, po kam qenë kokë fort. Po këtë çështja ego kombëtare duhet ta lësh pak ti si term, sepse kombi është një gjë që nuk ka lidhje me qeverinë. Qeveritë janë kështu si letrat higjienike. I kalon kombi, fap. Ndërsa kombi mbetet. E ne si komb, na u desh shumë që të krijojmë këtë lloj identiteti kombëtar, të cilën ti dashur Edi e duke shbërë në mënyrën më anti-shqiptare që gjendet, që mund të ekzistojë. Domethënë do të kishin zili serbët, ku diun gjithë armiqtë e Shqipërisë do të kishin zili për mënyrën se si këtë egon kombëtare e ke bërë se si qeverisja e Shqipërisë ke kaluar një pajisje elektronike që quhet diella dhe ne po na krijon një identitet digital që do na drejtojë diella. Pra as do të denjosh të merresh me ne, do të merren pajisjet, makineriet me ne. Por çështja është tu që ego kombëtare neve si kom, nuk është se vetëm neve këtu. Kom është Kosova, pjesë super e rëndësishme e kombit ton, siç është një pjesë e Maqedonisë, një pjesë e Malit Zi, megjithëse aty ka vazhduar procesi asimilimit i fuqishëm, po janë pjesë e kombit. Dhe ne përkundrazi na duhet ego kombëtare që ty në Bashkimin Evropian si shqiptar, jo si algoritme. Vazhdojmë si mendon. Kos na kthehet Kosi se ishte Kosi këtë javë, shira është mëdha, edhe nuk u bë dhall. Thot zgjedhjet e 11 maj të lira dhe të ndershme. Tani, deri tek të lira hajtë se po e ham, po të ndershme. Po të ndershme, moj Kos. Po ku ma gjete fjalën të ndershme për zgjedhjet në Shqipëri. Po sa fjalë lartë është nderi, moj zonjë. Sa lartë është nderi. Shkosh deri te nderi është një rrugë shumë e gjatë. Zgjedhjet në Shqipëri për të lira nuk diskutohet që ishin. Po hajtë se po e shtym
po themi që shkuan një pjesë e jona shkuan, për shumë, unë shkova e votova si mdesh qefi. Po të ndesh më, po mirë, da mi më dakord, qoftë se është ky pazari me bëhet, se thot Rama është një konjunktur geopolitike, unë jam dakord që ne kemi edhe reformën drejtësi një sukses Shqipërisë, edhe këto zgjedhjet e majt, pyetja është kë pyet kjo zonja Kos, kujt i referohet, apo Gonzatos që ka ambasador këtu. Të lutem, Rama antarësimin bëhen ngjarja e vetme ku do ndihemi kënaqur pa kushte. Edhe ne, me thënë të drejtën, do ndihemi shumë të kënaqur kur të shohim që kryeministri do të jetë i kënaqur. Pa antarësimin bëhe. Çështja është, a do të antarësohemi? Vërtet po punon me ritëm të madh, qeveria vërtet kanë ardhur këto ndërkombëtarë, kanë thënë bravo, ju lumt, suksese. Po çfarë garancie kemi ne dhe e dyta? A mos po na tërheq pak zvar për te fuqive tona, duke miratuar ligje dhe paketa cilat nuk janë tonat. Për shembull, ai ligji barazisë gjinore vazhdon dhe unë jam një nga personat që vazhdojmë luftojmë për ta kthyer se është një marrje në kontroll e shoqërisë përmes kontrollit gjuhës e tjera. Është futja praktikimi që nuk është e jona. Është agent kundër familjes. Kështu që mund të ndihet i kënaqur kryeministri, por nuk jemi ne të tjerë që nuk është se me fort kënaqur me këtë gjë. Edhe jo me antarësimin, në këtë lloj format, me një paket të futur kontraband si Europa. Në fakt ne Shqipëri si gjithë Europa kemi dashur ndryshe. Tani kthehemi pak në realitetin më të afërt. Rashia, Rama Anxhi Salla, që është ministër, dhe Vengu në Maliq, ndërhyrje urgjente në terren, vlerësimi dëmeve me njëherë pas stabilizimit. Tani pse e kam nxjerrur këtu? Po mbyt Shqipëria nga jugu në veri. Okej. Ja lan Zotit. Ja, edhe plus fillon kjo pastaj. Po jo, edhe modet e tjera, ja, përmbytje ka pas dhe në Gjermani, ka pas dhe në Austri, ka pas dhe në mbytet Amerika. Çfarë do të bëjmë? Moti Zoti. Halli është që Salla dhe Vengu, Salla është ministri i bujqësisë, Vengu është ministri i mbrojtjes. Çka dashur autori deri në Maliq? Pse kanë vajtur këta dy ministra deri në Maliqin e largët? Sepse është një praktikë e vjetër që kur ka ngjarje, kur ka kështu katastrofa, jo dërgë katastrofa, se shkon vetë kryeministri, por kur ka përmbytje, kur ka siklet popullata, çojnë ministrat. Do thonë ju, dy ministra është mirë. Po jo mëse, as Salla është bujk, as Vengu është ushtarak. Ka specialistë, ato forcat që punojnë atje, nuk ja pjerdin as Vengut, as Sallës. Kanë procedurën e tyre, kanë protokollin e tyre. Se të punojnë me mendjen e këtyre të dyve, e mbysin dhe njëra nga e para. Ata natyrisht kanë rregullat e tyre, kanë protokollet e tyre. Këta shkojnë tani pse? Pikërisht që dalin tek ato shëja, që populli thotë është thoj na vërshëlleu qeveria. Bravo. Erdhën edhe u interesuan. Ma nxirën çik tjetrën. Po prapë për mbytje kemi, ja ku kemi ministrin. Janë dëmtuar 15 ura dhe 1500 hektar tokë bujqësore në ujë. Pse duhet na thoj këtë ministri i mbrojtjes? Ç'lidhje ka kjo? Na thot spikeri i lajmeve ndarke. Bëhet përmbledhja, vlerësohet. Jo, ka vajtur qeveria, i ka thënë rëndësinë e dur. Shikoni se si ka shkuar ministri vet, dy ministra kanë vajtur atje me ujrave. Qeveria në këmbë, sepse është çështje e propagandës, jo çështje e zgjidhjes problemit. Ky këtu mund ta zgjidhë, se është drejtori i emergjencave civile. Ky mund të fliste, po jo, duhet dalin këta, sepse duhet tregon që qeveria Edi Rama ka çuar ministrin e mbrojtjes kaq rëndësi ka dhënë kësaj pune. Vetë nuk shkon se është me reumatizëm e i dhëmin këmbët. Hallet ja shikoni këtu, familja shqiptare në krizë, të dhënat zyrtare tregojnë rënien e martesave dhe rritjen e divorceve. Ja, ky është hall. Ky është hall, nuk është përmbytja. Jemi përmbytur historikisht, ka dalë gjethi i ri, kemi ngrënë dhe barë, ama kemi mbjetuar si komp. Edhe ma pegon që thot Edi Rama që i kemi në qikë si të sforcuar. Po kësaj qatë të bëjmë me familjes? Njerëz që të rinj që nuk martohen, të thot që nuk riprodhohen, nuk trashëgohen. Edhe ata që janë martuar kanë krijuar kriza të reja, janë divorc. Kjo është kurja e popullsisë. Kur ne para 35 vjetëve ishim 3.2 milion banor. Sot jemi me statistikat shtetërore zyrtare 2.3.
Kuptoni, 1/3 e asaj ka ikur. Ndërkohë, nëse e merr diagramën e viteve, do thotë që një Shqipëri tjetër, më shumë se kjo që është jashtë shtetit. Ky është halli. Kjo është plakja dhe vdekja e kombit. Këtë nuk e zgjidh dot diella. Si ta bëjmë? Dalim në gjë tjetër po brenda të njëjtës temë. Universitetet shqiptare në krizë, raporti studentët paguajnë për nota dhe libra. Po çfarë bëjnë? Ka ngelur ca nyça pedagog, 1-2. Nuk janë të interesuar për pedagogët vetë, nuk është interesuar sistemi për studentët, nuk ka vlerë diploma, dhe ato diploma që i marrin studentët shkojnë edhe i përdorin jashtë shtetit, shkojnë përdorin nëpër Itali, shkojnë përdorin Francë, Gjermani, edhe si përdorin një pjesë, fillojnë puna në zanate të tjera. Dhe i duhet cop kartoni që nëse ngelin në Shqipëri, ta kenë. Kjo është vlera e shkollës sot. Ashtu siç thamë për familjen që është katastrofë, ka humbur shoqëria vlerat, dhe një nga ato humbje është, me që jemi edhe në ditën e alfabetit, shkolla është në deregjen më të ulët. Edhe në kohën e Petro Luarasit, ku shkruan shumë për rasa drase, kishin shumë më tepër motivim dhe kishin shumë më tepër vlerë shkolla. Sot universiteti, ikim. Javë tjetër shtyll e një shteti. Këto zonja janë duke bërë kimioterapi. Kjo nuk është kimioterapi, por mbijetesë, denoncim me foto i gazetarit për kushtet e onkologjikut. Kush e ka kaluar faktikisht një hall të tillë e di shumë mirë. Kam patur fatin e keq të kaloj, jo personalisht, por familjarët e mi, dhe kam parë që duke filluar nga qëndrimi jashtë, pra edhe pse kam bërë një sallë moderne, të lënë aty për jashtë që të presësh. Nuk diskutojmë këto tjerat pastaj. Nuk diskutojmë listën e banave. Që ka ilaçe, që duhet X ilaç për X smundje, jo të hapin ilaçin bazë që nuk i ka principet të tjera aktive. Dhe kjo, ullur në për karroca, në për stola, marrin një ilaç shumë të rëndë, që natyrisht shkatron organizmin kimioterapia, shikoni se si e marrin gratë shqiptare, se vënë edhe ato fjongot, më kupton, kur del edhe ministra, kryeministra, dalin me fjongon roz që solidarizohen me të smurët me kancer. Ja ku i keni. Tjetër, dhe ky lajm më pëlqen shumë se thot, Prishtina sot pa autobus, punëtorët e linjave të transportit publik protestojnë para komunës. Më në fund shoh një protest në Shqipëri, edhe pse është tek kufirit shtetëror, por këta janë shqiptarë. Edhe këta shqiptarë kanë shkuar ka bërë një protest, siç ka vite që nuk ndodh në Shqipëri. Ja punojësit e transportit publik. Jo thon, stop autobus sot ne do protestojmë. Kjo është Europa. Kjo është Europa, me thënë drejtë. Këta nuk kanë dalë për foltore, këta kanë dalë për kushte, kanë dalë për nevojat e tyre, për mënyrën se funksionon, dhe qyteti është stresuar dhe sensibilizohet. Do të thotë, për këtë e nxora. Më pëlqeu fjala protest, edhe pse e kanë në këtu në fund. Protestojnë para komunës, faktikisht kështu duhet fillonte. Protest, Prishtinë. Transporti publik bllokohet. Prishtina bllokohet. Urime vëllezërve kosovarë këtu në Shqipëri nuk është se merret njeri me këtë gjë, ne na vjen shumë ëmbël që në Shqipëri, në hapësirat shqiptare ka ende nga kjo lloj flake. Ku Shqipëria do të nxjerrë një kuriozitet që ta mbylli më ëmbël, zbulohet një nga rezervat më të mëdha të arit në botë. Po zbuluar në Kinë. Ishte një 1140 ca ton. 400 thot Angji andej. Ton, ar. Lum Kina, me thënë drejtën, ha? Ishte shumë miliard. Edhe Kinës do t'i bënte punë. Imagjino në kaq gropa sa në hapur në Tiranë për zbuluar, në Tiranë në hapur gropa për ndërtuar pallate. Në ato gropat e hapura të pallateve të kishte gjetur Edi Rama, për shumë kështu florire. Çfarë mrekullie do kishte qenë për vendin tonë? Çfarë mrekullie do kishte qenë për vendin tonë? Pas edhe një kuriozitet tjetër, me këtë do ta mbyll përfundimisht. Angji, NASA zbulon një gurt në Mars që nuk i përket këtij planeti. Si thua Angji, ka vjedhur Marsi këtë apo ka ikur nga një planet tjetër? E kanë gjuajtur. Sot Mars. Kjo Angji. Më pëlqen dhe mua kjo ide.
një gur nga një planet tek tjetri. Në vend që nëse desha të them që tokat bëhet e jetueshme, që njerëzit jetojnë, shkojnë zbulojnë gurin aty, por ku ti plasi dihet më që ka meteor që bien. Edhe mendohet që ky mund të jetë meteor. Ka miliarda dollar për të gjetur që një gur nuk i përket Marsit, por ka rënë nga një planet tjetër. Kështu shpenzojnë paratë në përbot, që s'ka fajë Edi Rama. Nëse edhe për sot neve tham një dy gjëra që kishim për të thënë, kujdes nga shiu, kujdes nga bora, fillon këtë javë bora, merrni me qetësi këtë jetë, por pa shumë stres se asnjë nuk ka dalë gjallë prej saj. Armia e Dhanxhi urojë një natë të qetë, miru takofshim të anën tjetër.